Kush është ministri që po jeton SPAK? Në përgjigjen pas një kërkese për informacion, SPAK-u ka pranuar se një ministër në qeverinë Rama është aktualisht në hetim. Zonja Lara, kush është ky ministër tani se? Jo, kam përshtypjen se ka një lapsus aty tek njoftim ose raportim. SPAK-u ka një libër për transparencën që publikon të gjitha përgjigjet zyrtare që dërgon në adresë të institucioneve të ndryshme, të mediave të ndryshme dhe në rastin konkret, unë e kam biseduar dhe me Antonin, rasti që është bërë publik ka të bëjë me zotin Ahmetaj, që në kohën që ka nisur hetimi, ka qenë ministër në detyrë dhe më pas ju e dini se si shkoi çështja dhe sot është... Kishë marri pandehur, është rast tjetër. Po ju shpjegoj. Në kohën që ka nisur hetimi, ka qenë në cilësinë e ministrit, pra në atë pozicion ka nisur hetimi. Por sigurisht që SPAK, në djenin dhe informacionet që unë kam, patjetër që ka persona ose ministra aktual të cilët janë në hetim për vepra të ndryshme penale, por zyrtarisht SPAK nuk e bërë me dije këtë informacion. Pra rasti që është bërë publik i referohet zotit Ahmetaj tek libri i transparencës. Pavarësisht se zoti Ahmetaj më pas është ish ministër, ish zëvendës kryeministër, sot është marrë pandehur e tjera me radhë. Pra ka patur disa funksione. Por në informacionet që kam, po ka edhe ministra aktual të cilët janë nën hetim nga ana e SPAK edhe që patjetër duhen pritur pastaj rezultatet konkrete. Ministër që i kanë shkruar emrin që po jetojnë apo çështje e cila ka të bëjë me një ministër, se këtu ndaj. Atëherë, ja, po ju a shpjegoj. Është një çështje e dërguar nga Prokuroria e Tiranës në adresë të prokurorisë posaçme me kompetencë. Pra ideja është që ka të bëjë me zotin Mazniku, Arbian Mazniku. Pra po jetohet Arbian Mazniku. Ja, po ju a shpjegoj, për ta sqaruar për opinionin publik që të mos ketë konfuzion. Belind Këlliqi në 2023 kur kandidonte për Bashkinë e Tiranës, denoncoj në atë kohë publikisht një rrugë e cila unë ishte ndërtuar, por nga ana tjetër nuk ekzistonte tender i rrugës. Dhe ky tender, sipas të dhënave që janë në dosjen hetimore, u zhvillua pasi asfalti ishte shtruar dhe puna ishte kryer nga ana e bashkisë. Në atë kohë, zoti Këlliqi denoncoi kryetarin e bashkisë së Tiranës, zotin Veliaj, cilin e kishte si kandidat rival dhe që rezultoi zoti Veliaj fitues në përballjen mes tyre. Prokuroria e Tiranës konstatoi që zoti Veliaj nuk kishte personi që mund të merren në përgjegjësi penale sepse e kishte deleguar firmën dhe autoritet kontraktor. Në rastin konkret, rezultonte Arbian Mazniku, i cili ishte nënkryetar i Bashkisë së Tiranës, por nuk kishte kompetencë SPAK në atë kohë. Dhe Prokuroria e Tiranës ishte duke kryer veprime hetimore për këtë çështje, ndërkohë që zoti Mazniku emërohet ministër. Në momentin që një person merr një cilësi të ndryshme nga ajo që ka patur, pra zoti Mazniku u emërua ministër, Prokuroria e Tiranës çfarë bëri? E thirri zotin Mazniku dhe ne kemi diskutuar në studion e zotit Rakipi, e thirri dhe e pyeti diku 3 ose 4 javë përpara zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, sepse ashtu përkonte koha për shkak të ecurisë të kalimit të çështjes nga njëra prokurori tek tjetra, dhe ditën e sotme zyrtarisht Prokuroria e Tiranës më ka konfirmuar faktin që zoti Mazniku është person nën hetim për veprën penale të shpërdorimit të detyrës dhe shkeljes së barazisë në tendera, dhe kjo dosje është kaluar për kompetencë zyrtare prokurorisë së posaçme, e cila sipas ligjit, pasi e merr këtë dosje nga ana e prokurorisë Tiranës, dhe dosja ka kaluar diku mes datës 15-20 maj në SPAK, e regjistron atë si person nën hetim dhe kryen veprime mbi bazën e të dhënave që i ka dërguar Prokuroria e Tiranës fillimisht. Dhe më pas, Prokuroria, nëse konstaton gjatë rrugës prova të dhëna apo indicje të tjera që mund ta ngarkojnë me përgjegjësi zotin Mazniku, e shtrin hetimin edhe më tej në raport me të. Pra nuk kufizohet vetëm në këtë material që i ka dërguar Prokuroria. Po heton më shumë se... Patjetër, e ka detyrim ligjor, pra nëse konstaton rrugës që dalin të dhëna të tjera, apo ka të dhëna të tjera nga dosje hetimore që ka aktualisht Prokuroria, i grupon në një të vetme dhe vijon hetimin. A ka patur kohë Prokuroria që e posaçme që ky hetim të ketë ecur? Është shumë shpejt në kohë, sepse ju thash, është dërguar mes datës 15-20 maj nga Prokuroria e Tiranës në adresë të prokurorisë së posaçme. Prokuroria e posaçme mund ta pushojë, mund të shpallë mos kompetencë sërish, mund të hetojë edhe të gjejë të dhëna të tjera. Unë nuk jam në gjendje të jap përgjigje për një çështje që është aktualisht në proces. Por fakti është që Prokuroria e Tiranës
ja ka dërguar Arbian Maznikun si person nën hetim për 2 veprat penale që citova më lart, shpërdorimit e detyrës dhe shkelje e barazisë në tendera. A mund të ndodhë që prokuroria posaçme ta konstatoj këtë gjë dhe të ngrej akuzën ndaj zotit Mazniku, ta shtrije dhe më tej hetimin? Kjo pastaj është një çështje që është duke vijuar dhe që sigurisht unë nuk jam në gjendje të jap një përgjigje të prerë se si do të jetë rezultati. Por ama, fakti është dhe më është konfirmuar ditën e sotme nga zyrtarët e prokurorisë Tiranës që po dosja është kaluar për kompetencë. Është kaluar për kompetencë. To që bën ato TikToket mos kanë lidhur me lidhjen me Maznikun tuaj, jo. Unë thash dyshojnë vërtetësinë e tyre dhe për sa kohë dyshoj, pavarësisht se zoti Velie ka treguar që ka qenë shumë i ashpër, shumë agresiv ndaj zyrtarëve të prokurorisë, ndaj prokurorëve, ndaj hetuesve të BKH-s, ka pas një gjuhë të papërshtatshme sipas këndvështrimit tim dhe një sulm të panevojshëm, që ndoshta është edhe ndër arsyet kryesore që zoti Velie po penalizohet shumë më tepër, sepse gjuha që zoti Velie ka përdorur ndaj njerëzve të drejtësisë, ju e dini, është e paprecedent, është përgjuar në burg, s'dua t'i kthehemi të njëjtave fakte që ne kemi thënë dhe raportuar, por në paktën ato TikToket unë dyshoj. Besoj që zoti Veliaj patjetër që ka një strategji të mbrojtjes, por në raport me më herët duket sikur është tërhequr një hap. A mund të ketë një plan B për të goditur ata që ai konsideron ose i dyshon si Nesti Angoni? Patjetër që ai mund ta ketë, por unë prandaj e shikoj ditë pas dite çështjen dhe prandaj e pres me shumë interes seancën e ditës së nesërme, se unë nuk di çfarë ka Olzdado dhe Altin Dumani aty tek Asi nën Mëng, edhe mund të nxjerrin një gjë që ne mund të ngelemi thjesht të surprizuar në përgjime që ato kanë bërë, në vëzhgime që ato kanë bërë, në kontrollet e reja që kanë bërë, në marrjet në pyetje nuk është e thonë që gjë, sepse mund të kërkojnë zgjatje afati për mund të kërkojnë edhe Ilir Metës ka 8 muaj që nuk i çojnë një provë të re dhe thjesht e mbajnë atje. Unë prandaj thash tela që e pres me shumë interes. Ata mund mos kenë asgjë, por mund të kenë edhe një as nën Mëng që ne nuk e dimë dhe që mund të ndryshojë tërësisht rrjedhën e ngjarjes. Kështu që në këtë aspekt ndaj shikoj si një seancë shumë interesante dhe vendimtare. Kështu që sa i përket ministrit, unë kaq kisha për thënë në raport me këtë. A mund të ketë të tjerë ministra në hetim dhe SPAK i ka në diskrecion të plot dhe në sekret të plot? Mund të ekzistojë dhe kjo, sepse aty ka pafundësisht çështje dhe duhet keni parasysh një gjë, me këtë fjali do ta mbyll, nga sekuestrimi i këtyre celularëve po ndodh një fenomen shumë i çuditshëm. Për shembull, Benet Beci shkoi në Grack, ju e dini, ta kam deklaruar në këtë studio, nga telefoni gruas së Evis Berberit, ish drejtorit të autoritetit rrugor shqiptar. Nga disa biseda aty u hap një çështje dhe sot zoti Beci është i pandehur. Mund të kemi shumë të tjerë nga një tjetër telefon që mund të sekuestruar që mund të shkojë nesër i pandehur. Do një fjali kemi për këtë rastin folet tila. Bilega? Kjo e kësaj PSD-s në fakt rrugës, unë mbajmë, mos do të emri rrugës të një mbajmë në ngjarje. Rrugat e Kino Studio. Në studio, emri rrugës A është i lidhur Mazniku me këtë? Mazniku nuk i takon ato, sepse ajo është varet nga drejtoria e infrastrukturës që ishte vetë ky. Ajo ka qenë, është e PSD-s kjo gjëja. Pra, domethënë para zgjedhjeve, shkoi Ron Velia me gjithë makineritë dhe thanë po shtrojmë këtë rrugën. Ndërkohë që nuk ishte bot tenderi. Nuk ishte bot tenderi. Dhe tenderi u bë më vonë, u shpall kompania fituese që kishte lidhje me PSD-n, por autoritet kontraktor, si autoritet kontraktor, kishte deleguar firmën te Mazniku. Mazniku s'bën tender. Velia e autoritet kontraktor, ka deleguar firmën Maznikut. Dhe kjo s'besoj se përbën vepër penale, po ta marrë si... Jo, nëse ka hedhur firmën, nuk ka aty më këmbës ose jo. Nëse ke hedhur firmën sotri për një tender që rruga është shtruar e tenderi së është bërë, është vepër e pastër. Gjithë ato të presim hetimin. Heto është, tenderi është bërë më duke tenderi. Pra, o anullua, nuk e di si u ndodhi. është thjesht hetim, sepse ai nuk ka marrë pjesë fare në procedurë. Është deleguar firma për një çështje që ai se një fare, që e varet nga kryetari i bashkisë. Po padjenia nuk të shkarkon nga përgjegjësia penale. Përgjegjësinë praktikisht e ka ky drejtori që është burg në firë, që e ka se harroi emrin ti drejtorit të rrugëve që ka pas të infrastrukturës bashkia. Gjithsesi, kjo çështje e Maznikut, ashtu si çështje e shumë ministrave të cilët kanë dosje në SPAK, janë çështje të hapura. Ja, për shembull, kemi tani Tërmet Peçin që i kanë shkuar, kanë pasisur në zyrë. Në BK-ja me SPAK-un. Dhe çështje të hapura ka shumë. Hetime ka shumë. Ka kallëzime. Problemi është kush ka
kush ka premisat që të shkojnë deri në fund të bëhet një çfarë penale. Hetime gjëra kështu thuaj sa dosh. Dosje shumë aty që me Gazmeti ka paraqitur gjithë ato për një padi për Belinda Ballukun, apo hetohet, apo s'po hetohet, ai kallëzim, besoj se do hetohet. Po të gjithë ministrat kanë nga i padimun aty. Po them. Ka plot hetime për çështje. Grupe interesi kanë shuar për çdo. Por nuk hetimi fillon. Kjo e një inflacion e tim pastaj. Nominalisht i thua po hetohen gjithë ministrat, po hetimi është kur regjistrohet emri dhe fiton shpallët inflacioni, si ç'është inflacioni i lirisë. Se ne preç në këto 30 ca vjet, inflacioni i lirisë na vrau. Na ka vrarë më shumë. A thu? Po. Duke përtypim dot pra. Edhe kemi përtypur një gjë tjetër, inflacioni i madh. S'dim ta përdorim fare.